Përshëndetje gjithëve, më lejoni që të shtroj se në këtë takim së bashku me nënkryetarën Lisë Demokratike të Kosovës, deputetën Bajrami, marrëm pjesë me vullnetin më të mirë, me qëllimin më të mirë për pas e gjetur zgjidhje, ndonë se ne të nkohë me drojnë më të madhe se i gjithë këtë takim ishte më tepër një forsë publike se sa substanciale. Fatkeqësisht droja jo nuk vërtetua në këtë takim, me qenë se qëndrimet e deputetit Kurti, thirrësit të këtij takimi, ishin paka shumë të njëjtë ato që kanë qenë deri më tani dhe nuk as e respektonin, as e interpretonin njëjtë vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe për çështjen e votimit mësheft, edhe për çështjen e përgjegjësisë për shumicën që i takon atij. Më lejoni që të theksoj se për LDK-n është evidente që përgjegjësia për krimin e shumicës i takon zotit Kurti me paragrafin 130 të aktendimit të gjykatës kushtetuese, për e takon edhe drejta, po edhe përgjegjësia për të shumicë. Zoti Kurti pranoi që s'ka shumicë, por kërkoi kurthëzime në pozicionet paraprake që ka pas deri më tani. Ato kurthëzime janë që të votohet fshet ose të rrëzohet votimi fshet duke u votuar zonja Haxhiu sërish. Edhe më pas një ndërlidhje e përshëndëruar e votimit për kryetar të kuvendit me nënkryetar të kuvendit, pra pozicione paraprake që na kanë sjellë në këtë krizë. Mos lëvizja nga bën fatkeqe gjendjen e tanishme politike. Mos harroni se këtë herë kemi një akt gjykim të gjykatës kushtetuese dhe mos respektimi i gjykimit të gjykatës kushtetuese është për Lidhjen Demokratike të Kosovës hap i parë në përmbysjen e rendit kushtetues. Ne bëm thirrje, bëm përpjekje që të arrihet konsenzusi. E para që të na jepet e drejta, të votojmë për, kundër ose abstenim për kandidatët që propozohen dhe në emër të LDK-s me plot bindje, me plot vullnet, me plot zemër do të votonim kundër me 20 vota për kandidatin që ata propozojnë. Në këtë periudhë ata kanë vendosur një pengesë që është procedura fshet, e cila për vendimin dhe opinionin e gjykatës kushtetuese me paragrafin 187 bëhet e qartë se s'është kushtetuese, është e padrejtë, është e paprecedent në historinë parlamentare të Republikës Kosovës. Prandaj nuk mund të marrim pjesë në shkelje të kushtetuesës pas aktvendimit të gjykatës kushtetuese. Nuk më një pjesë nesër fare. Shëqani, unë bëjmë thirrje edhe një herë që na jepet e drejta për votim. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e kanë këtë drejtë. Përderisa njësohet në procedurë e cila është jo kushtetuese tani. Neve po na pamundsohet e drejtë. Ne dëshirojmë të votojmë kundër. Po ashtu zoti Kurti dhe partia parë të zotit e të kushtetutës e të votë të krijojë një shumicë parlamentare. Për kryetarin e Kuvendit i ka 3 vota nga nisma. I ka po ashtu 5 emra të tjerë nga Alianca për Armërinë e Kosovës, i ka dhe 24 emra të tjerë nga Partia Demokratike e Kosovës. Pra ka mundësi për gjetje të zgjidhjes, por mungesa vullnetit të çështje orientimit politik, asgjë më shumë asgjë më pak se kaq. Diskutuar mundësia ndrimit të opsione të tjera, janë dhënë opsione nga partit tjera që ndalojnë që nuk ka pas interpretime të tilla as diskutime të tilla. Pra edhe një herë po themi, pavarësisht gatishmërisë për të pas një konsensus politik, insistimi në pozicionet paraprake të lëvizjes vendosje bën pamundur lëvizjen nga kjo gjendje. Pra ato çfarë dëgjuam deri më tani ishin të njëjta pozicione që na kanë pru deri tash. Por në ndërkohë ka ndodhur një akt gjykim i gjykatës kushtetuese i cili s'mund të injorohet kaq thjesht. Prandaj them që Kosova vazhdon të mbetet në krizë fatkeqësisht. Kryesisht një parti e parë e cila ka 48 deputetë dhe nuk arrin dhe nuk don të bëjë një shumicë. Dhe për më tepër nuk e kupton përgjegjësinë e kësaj shumice. Pas 30 ditëve futemi në një gjendje të paqartë historike për Republikën e Kosovës. Pas 30 ditëve do të duhej me siguri një interpretim i ri nga vendi. Në këtë fazë LDK-ja shpreson në involvimin e renditës së Kosovës që brenda nenit 4 të Kushtetutës së Kosovës të ushtrojë kompetencat e veta për funksionimin demokratik të institucioneve të Republikës Kosovës. Por au prezantuar në propozimin e partive tjere ka shumë opozim këtë atë cila ishte përgjigja e reformit. Ne edhe një thamë që ne jemi të interesuar që të respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Jemi të interesuar që të votojmë lirshëm si deputet të Kuvendit të Kosovës, insistimi i tyre me votim të msheft, ose për më tepër një propozim që dole që të votohet komisioni me pas të rrëzohet komisioni me kushtin që zgjidhet Albolena. Merrem me çfarë logjike. Hajde bëjmë lojra. E votojmë komisionin
më pasojmë komisionin, po veç votoni kandidatën tonë. Çështja është shumë e thjeshtë. Gjykata kushtetuese jep të drejtën partisë së parë, grupit më të madh parlamentar, njëkohësisht jep thotë ty takon me bëj shumicën prej 61 deputet. Urro bashkë politike. Marrëveshje politike konsensusimi politik duket që janë gjëra të panjohura për zotin Kurti dhe lëvizjen vetëndose. Dhe kjo është fatkeqësi për popullin e Kosovës. Ju faleminderit, ju falem.